Territori shqiptar për datën 25 maj 2026 do të karakterizohet nga moti ngrohtë dhe pjesërisht i paqëndrueshëm me alternime kthjellimesh, vranësirash dhe rreshe lokale në zonat lindore dhe jugore. Paraditja do të sjellë intervale me diell në bregdet dhe në pjesën veriore, ndërsa gjatë pasdites priten rreshe lokale shiu në zonat qendrore dhe juglindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 9 orë me diell, kryesisht në ulësirën perëndimore dhe përgjatë bregdetit. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesorë të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 18 deri në 28 gradë Celsius. Kukës, 15 deri në 24 gradë Celsius. Peshkopi, 14 deri në 23 gradë. Tiranë, 19 deri në 28 gradë Celsius. Durrës, 19 deri në 27 gradë Celsius. Kavaj, 17 deri në 26 gradë. Elbasan, 19 deri në 27 gradë Celsius. Berat, 18 deri në 26 gradë Celsius. Korçë, 11 deri në 20 gradë Celsius. Vlorë, 19 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër, 17 deri në 25 gradë. Sarandë, 19 deri në 26 gradë Celsius.